Më quajnë Merita dhe emri im do të thot vlerë. Por u rrita në një familje, në një rreth familjar, në një fshat, në një kolektiv, në një shoqëri, që gruaja ishte e fortë, por nuk njinte të drejtat e saj, vlerat e saj, forcën e saj. Por me gra që ishin të lodhura, që s'kishin besim të vetja e tyre, respektin, nuk e lejuan veten të çlodhen, të shijojnë, të jetojnë, të jenë vetvetja. Me gra me zemër të madhe, me një dashuri të fshehur, por që nuk mundeshin ta shprenin, sepse edhe ato gra u rritën nga disa nëna, gjyshe, stërgjyshe, që ishin në të njëjtën nivel. Sepse kështu filloi çdo gjë që nga krijesa e këtu njerëzimit në tokë dhe ne që erdhëm si gra. U rrita me gra që lëvisnin dhe ishin ndërmjet 3 roleve kryesore: të viktimës, të gruas që donte të shpëtonte, të ndihmonte çdo person dhe harronte veten, por gjithashtu dhe në rolin e urrejtjes, të agresivitetit, sepse i shkelte të drejtat e saj, nuk vinte kufij, sepse nuk lejonte veten të jetonte, sepse kështu e mësua. Edhe unë, duke u rritur nga një nënë e tillë, nga një gjyshe, në këtë ambientin familjar, shoqëror, kolektiv, si femër, pavarësisht se jam e lindur dhe në 8 mars dhe kam ardhur të kërkoj të drejtat e mia dhe kujtonja të kërkonja, kur unë ato i kam brënda meje, ashtu si ke dhe ti, femër, që më dëgjon dhe më shikon në këto moment. Të gjitha këto i bënja dhe unë, si mamaja ime, si gjyshja ime, si të gjitha ju gra, i kërkonja jashtë meje, respektin, të më shikojnë, të më vlerësojnë, të shikojnë meritat dhe vlerat e mia. Por, asnjëherë të tjerët nuk i pan. Ashtu si dhe ty, sepse janë pasqyra jonë, që duhet të kthehesha tek vetja, që të kthehesha të shikonja vlerën time, të shikonja dhe të respektonja dhe të kujtohesha që të drejtat mi ka dhënë Zoti, universi, dhe nuk ka asnjë njeri tjetër të drejtë të më shkeli të drejtat e mia, por nuk më shkeli asnjë, sepse unë, ashtu si edhe ti, ja dham vetë të tjerëve. U bëm gra, jo partnere, po bëm gra nëna, të mirëqëna, dhe nga ana tjetër, urrejmë të tjerët, urrejmë vetëm tonë, ishim në agresivitet, hynim në rolet e viktimës, të shpëtimtarës, i luajtëm të gjitha rolet, vetëm të na shikojnë, vetëm të na shpjegojnë, të na shprejnë dashurinë, respektin, mirënjohjen, kur ne nuk ja dham vetes tonë. Të gjitha këto dhe shumë të tjerat, në qoftë se ndjevi diçka shpirti jot, zemra jote, që dhe ti ke qenë dhe je akoma në këtë pozicion, dhe do të dalësh nga të gjitha këto grupe pjesëmarrëse që ke hyrë në këto gra nga dashuria për të mos i braktisur
për të mos i tradhtuar dhe ke tradhtuar veten, jam këtu të të ndihmoj, në qoftë se ti je gati, të ndihmosh veten tënde, që të kthehesh tek vetja jote, ta duash, ta respektosh dhe të kthesh të gjitha të drejtat e tua që i ke nga Zoti tek vetja jote. Të shijosh, të jesh e lumtur, të ndalosh së punuari, jo vetëm punë, të respektosh veten, ta shikosh me sytë e shpirtin tënd. Në qoftë se dëshiron, mund të më shkruash mesazh privat dhe të më ndjekësh në rrjetet sociale, këtu në TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, tek telefoni 0030 699 321 46 37. Erdhi koha të lidhesh me fuqinë tënde, me fuqinë tënde femërore, që ke ardhur, bëj zgjedhjen tënde, ashtu si e bëri shpirti jot, që zgjodhi në këtë jetë të jetë femër, që ndro në veten tënde, në praninë tënde, se ke shumë vlera, ke shumë gjëra që nuk i ke parë brenda teje, mos i kërko më tek të tjerët. Sepse kur ti të ndryshosh dhe të tjerë të rreth e mban të njëjtët persona, do të ndryshojnë mënyrën si do të sillen, dhe këtë ta jap nga përvoja ime. Jam Erita Cake, terapiste energjetike universale, drejtuese, trajnere, udhëheqëse e dritës për të zgjuar si individ dhe si kolektiv. Jam këtu dhe si shkrimtare me disa libra të ndryshëm që do të ndihmojnë të dalësh nga frikrat të ndryshme dhe të udhëzojnë të qëndrosh në vendin tënd. Nuk është më nevoja të luftosh, nuk është më nevoja të jesh agresive, nuk është më nevoja të jesh në rolin e viktimës dhe të shpëtimtares që të dukesh. Mjaft luajte këto role, mjaft mbajte këto maska. Nuk është më nevoja të mbaj maskat, por t'i largojmë dhe të dali e vërteta jote. Dhe e vërteta jote, mos haro, se është shumë e madhe, është shumë e bukur, ti je. Nuk është nevoja të bëhesh. Ju falenderoj, shtypni zemrën dhe më ndiqni këtu, shpërndajni këtë video në njerëz të tjerë se mundesh të ndihmosh akoma dhe një grua tjetër. Ne jemi energji dhe ndikohemi nga njëri tjetri. Ndaj, shpërndaj këtë video, do të jemi mirënjohëse dhe bëni regjistrimin dhe këtu në TikTok dhe në Facebook, në kanalin tim Flutra me Fat 333 dhe për më tepër, bëhu pjesë akademisë të dritës e transformimit të shpejt 333. Ka shumë metoda që në çdo pozicion që je në këtë moment të mund të ndihmoj në qoftë se je gati të bësh dhe ti transformimin tënd. Investo dhe je në dispozicion për veten tënde. Bëu ti zgjidhja e vetes tënde dhe mos e prit nga të tjerët. Dhe mos prit as nga o Zot më ndihmo, sepse Zoti na liroi këtu në tokë të lirë në të drejtat tona dhe ne mund të jetojmë të lirë. Ne nuk erdhëm të mbijetojmë, ne erdhëm të jetojmë. Ju dua shumë, ju përshëndes, kudo që jeni në tërë botën, shqiptarë dhe gra dhe burra, dhe më ndiqni se edhe për ju burra do ketë video të tjera. Ju dua shumë.